Si gjithmonë, shqiptarët në ditët e tyre më të vështira i ruan Zoti. Zjarri i djetë kompleksi, ose më saktë një nga komplekset Arlis në unazën e vjetët të Tiranës, nëse do kishte rënë në mesnat, do të kishte regjistruar një bilans tragjik në viktima vetëm nga asfiksia në gjumë. Por ishte pas dite dhe njerëzit ishin punë përfshirë dhe zjarfiksit, cilët rrezikuan seriozisht jetën e tyre për shpëtuar banorët. 2 zjarfikës bile u pozicionuan në çatinë e pallatit në momentin kur fati i tij nuk dija akoma. Më pas e një helikopter Cougar, $10 milion, riskoi të fluturonte në lartësi të ulët dhe thite mijëra litër ujë mbi pallat për të çuar flakët e një zjarri që nisi nga papërgjegjshmëria e një supermarketi, vazhdoi te papërgjegjshmëria e një ndërtuesi me vulën e firmën e papërgjegjshmërisë së shtetit, dhe që për fat dhe me dorën e Zotit shpëtoi pa faturë jetësh njerëzore. Që firma ndërtuese Arlis është në faj, këtë e provoi gatishmëria e saj për të miratuar menjëherë kërcënimin që i bëri në distancë kryeministri për të mbuluar çdo shpenzim për rregullimin e apartamenteve të dëmtuara. Sepse një firmë që është në rregull me ligjin do të rriste avokatët dhe do ngrinte gishtin e akuzës nga Bashkia e Tiranës, e cila me sa duhet ja ka dhënë në mënyrë të parregullt, të palishme dhe ndoshta edhe korruptive lejen e shfrytëzimit të firmës Arlis. Leje që jepet edhe pasi bëhen dhe provat e MKZ-s apo mbrojtjes kundër zjarrit, nga sprucët automatike dhe deri tek rezervat e ujit. Por dje pas dite, zjarfiksit mbushin autobotet me ujë këtu në Kino Studio. Nëse ne bëjmë një aksident, siguracioni i makinës arritet vitin e ardhshëm për shkak të asaj që quhet historia e keqe. Në maj të vitit 2021, po i njëjti kompleks që u përplak dje ishte përfshirë ngjashëm nga një zjarr i madh. Po si ka mundësi që pas 5 vjetësh përsëritet e njëjta situatë? A duhet kishte ndryshuar diçka dhe në fund fare ku qëndron përgjegjësia? Është e kohë ta fshehësh atë që ka ndodhur. Firma Arlis ka një suport të dukshëm politik. Ju kujtoj se është e njëjta firmë që ndërtoi në mënyrë të palishme 7 katet e syrit Tiranës, vetëm 150 metra larg ndërtesës së bashkisë, e cila i dha lejen, po nuk ka kontrolloi kurrë zbatimin e saj. Sërish Arlis shfaqet sot si firma që deshivuri flakën Tiranës, edhe asaj politike, për shkak të tërbimit nga fitimet e majme, të cilat me sa duket nuk i dalin dhe aq të mëdha sa i kanë, pasi s'ka shpjegim tjetër ku shes se ndërtesat që i shet me 2500 euro metrin katror i marrin flak sikur të ishin prej letre. Edhe Big Market është pronë një deputeti socialist, Sinaj. A i duhet ishte i pari që nga punojësit e tij të kërkonte respektimin e masave të sigurisë. Por së paku, nga marketi i tij u arrestuan 2 vetë. Dëgjuat gjot merret në një mas në një punojësit bashkisë? Dëgjuat në një reagim që i KMT të nis pagu tani një kontroll të dytë të lejeve të shfrytëzimit të pallateve shumë kashë që kanë ndryshuar dhe horizontin e Tiranës? A dëgjuat gjë Sali Berishën të ulë rast për këtë që po ndodh, sepse kjo duhet ishte dita e tij? Po kundër kujt ulë rast? Kundër partnerëve të arshëm të ndërtimit të kullave të reja djalit tij. Dhe pastaj mos thoni që nuk e paralajmëruam se kjo gjë mund të ndodhë prapë, se në fakt kjo ndodhi në 2021. Vërtet sa radhën e ruajti Zoti, por nesër kur dhe Zoti ta kuptoi se nuk mund ta ruaj dot nga makutëria jon, me siguri do ta lërë në fatin ton. Për këtë do flasim sonte. Sigla.